Socialistët kremtojnë 34 vjetorin e krijimit të partisë së tyre. Kur e fjalimit të kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, ishte fitoria e mandatit të 4 qeverisës më 11 maj, mandat që sipas tij do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ne nuk i jemi frikur edhe sigurisht nuk jemi shmangur asnjëherë përgjegjësive që vijnë me fitoret, dhe kjo unë besoj se është arsyeja kryesore pse nuk lodhemi së fituari, pasi nuk lodhemi së ngarkuari veten me përgjegjësi. Fitore është e lidhur me një mandat besimi të jashtëzakonshëm për të udhëhequr vendin dhe për të anëtarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Kryeji i Partisë Socialiste u ndal edhe tek përbërja e re e grupit parlamentar, që si asnjëherë tjetër ka 83 deputet. Sipas Ramës, më shumë se numrat, vlen cilësia dhe shpërndarja e tyre në territor, duke cilësuar grupin si skuadër të re, me një ekuilibër midis përvojës dhe përfaqësimit që mund të përballojë sfidat që vijnë përpara. Shpërndarja më e mirë se sa asnjëherë tjetër e peshës së përfaqësimit në çdo territor, që besoj unë i japin kësaj skuadre të re mundësinë që ta përballojë me sukses peshën e madhe që do të duhet mbaj në këto vite kur parlamenti do duhet të bëhet shtylla kryesore e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian për përmbajtjen që ka procesi. Të pranishëm në festën për 34 vjetorin e Partisë Socialiste ishin edhe disa nga figurat e njohura të saj në vite, si Gramoz Ruçi, Arta Date dhe Ethem Ruka. Rama ndërsa i përshëndeti u drejtua me batut për praninë e tyre në fest. Zysh Artën, që nuk më ndahet, edhe që as nuk e diskutoja që sa të dëgjonte emrin do ta bënte fytyrën që të shkeqem përmend emrin. Zyshe, ty shqyr që të kemi. Edhe shohun Gramoz që nuk diskutohet, që sa kohë do ta shoh këtu në oborrin e partisë, jam i sigurt që partia është në rrugën e duhur. Shqetësohuni ditën kur do mungoj Gramozi në këtë obor. Po atëherë s'do jem as unë, kështu që shihni e bëni.